Sulejman Vokshi. Si quhesh? Sulejman Llagapi? Vokshi, Sa vjeç je? 60 vjeçar. Nga je? Nga Gjakova, lagja e Gjymerit. A ka pasur ndonjëherë në historinë shqiptare një moment ku gjithçka varej nga vendosmëria e disa burrave, nga pushka e tyre dhe nga guximi për të përballur me një perandori të tërë? A ka pasur figura që nuk i jetuan jetën e paqe, por në luftë të vazhdueshme, duke mos njohur as lodhje, as frikë, as dorëzim? Nëse kërkojmë një përgjigje për këto pyetje, një nga emrat që ngrihet fuqishëm mbi të tjerët është ai i Sulejman Vokshit, një nga figurat më të mëdha dhe më vendimtare të lidhjes së Prizrenit. Një njeri që për dekada të tëra e ktheu jetën e tij në një betejë të pandërprerë për lirinë e shqiptarëve. Para se të futemi më thellë në këtë histori, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse këtu nuk tregojmë vetëm histori, por ringjallim figurat që e mbajtën gjallë këtë komb në kohët më të vështira. Sulejman Vokshi u lind në vitin 1815 në fshatin Voksh të Deçanit, që atkohë ishte pjesë e rajonit të Gjakovës. Ai vinte nga Trungu i Thaqit, një fis i njohur për qëndresë dhe për fshirje në kryengritjet kundër pushtetit osman. Në një kohë kur shumë njerëz e pranonin sundimin si diçka të pandryshueshme, në shtëpinë e tij rritej një frym tjetër, një frym që nuk pranonte nënshtrimin dhe që e shihte lirinë si të drejtë natyrore. Kjo frym e shoqëroi Sulejmanin që në moshë të vogël dhe e shtiu drejt rrugës së rezistencës shumë herët. Në vitet 1840, kur perandoria osmane nisi reformat e Tanzimatit për të forcuar kontrollin mbi territoret e saj, këto masa u pritën me kundërshtim të fortë në shumë krahina shqiptare. Për shqiptarët, këto reforma nuk ishin thjesht ndryshime administrative, por përpjekje për të shkatëruar autonominë tradicionale dhe për të vendosur një kontroll më të rrept mbi jetën e tyre. Sulejman Vokshi ishte ndër ata që nuk pranuan të heshtnin. Ai mori pjesë me armë në kryengritjet kundër Tanzimatit dhe shumë shpejt u bë një emër i njohur për qëndresën e tij. Pushteti osman reagoi ashpër. Ai u arrestua, u burgos dhe u internua disa herë. Thuhet se gjatë jetës së tij ai u ndëshkua me burgime dhe internime nga 15 deri në 20 herë. Por ajo që e bën figurën e tij të jashtëzakonshme është fakti se asnjë nga këto dënime nuk arriti ta thyej. Përkundrazi, çdo goditje që merrte nga pushteti e bënte edhe më të fortë dhe më të vendosur. Ai nuk ishte thjesht një luftëtar i momentit, por një njeri që e kishte kthyer rezistencën në mënyrë jetese. Kur erdhi viti 1878 dhe u formua lidhja shqiptare e Prizrenit, Sulejman Vokshi nuk ishte më një luftëtar i panjohur, por një figurë me autoritet të madh në Kosovë dhe më gjerë. Lidhja e Prizrenit ishte përpjekja më serioze e shqiptarëve për të mbrojtur trojet e tyre nga coptimi dhe për të ndërtuar një strukturë politike që do t'i përfaqësonte interesat kombëtare. Në këtë moment historik, roli i Vokshit ishte vendimtar. Ai ishte një nga nismëtarët e themelimit të saj dhe shumë shpejt u shndrrua në një nga udhëheqësit kryesor si në planin politik, ashtu edhe në atë ushtarak. Në kuadër të lidhjes, ai u emërua komandant i forcave të armatosura dhe mori përgjegjësi të mëdha në organizimin e qendresës. Në një kohë kur shqiptarët nuk kishin një ushtri të rregullt, ai arriti të organizojë një forcë të strukturuar që mund të përballej me ushtritë e kohës. Kjo ishte një arritje e jashtëzakonshme, sepse kërkonte jo vetëm trimëri, por edhe aftësi organizative dhe strategjike. Në drejtimin e tij, forcat e lidhjes arritën të shtrinë kontrollin në shumë qytete dhe krahina, duke përfshirë Prishtinën, Mitrovicën, Shkupin dhe zona të tjera të rëndësishme.
Garnizonet osmane u detyruan të tërhiqeshin në kazermat e tyre, ndërsa administrata e lidhjes mori kontrollin në shumë vende. Një nga momentet më të rëndësishme të veprimtarisë së tij ishte mbrojtja e plavës dhe Gucis. Kur fuqitë e mëdha vendosën të jepnin këto territore malit të zi, shqiptarët reaguan me vendosmëri. Nën udhëheqjen e Vokshit dhe të drejtuesve të tjerë të lidhjes, u organizua një rezistencë e fortë që përfundoi me zbrapsjen e forcave malazeze. Kjo ishte një fitore e madhe morale dhe politike, sepse tregoi se shqiptarët ishin të gatshëm të mbronin tokat e tyre me armë dhe nuk do të pranonin vendime të padrejta pa luftë. Por sfida më e madhe erdhi kur vetë perandoria osmane vendosi të shtypte lidhjen. Në vitin 1881 u dërgua një ushtri e madhe nën komandën e Dervish Pashës, e pajisur me armët më moderne të kohës për të shkatëruar rezistencën shqiptare. Përballë kësaj force të madhe, shqiptarët kishin armë të pakta dhe të vjetra, me mungesë të madhe municioni. Megjithatë, ata kishin një avantazh të madh, vendosmërinë për të mbrojtur tokën e tyre dhe drejtimin e një komandanti të aftë si Sulejman Vokshi. Në përgatitjen e mbrojtjes, Vokshi tregoi aftësi të jashtëzakonshme strategjike. Ai organizoi informacionin, kontrolloi komunikimet dhe madje përdori edhe dezinformimin për të krijuar konfuzion tek armiku. U përhapën lajme se forcat shqiptare ishin shumë të mëdha se sa në realitet, që krijoi pasiguri në radhët e ushtrisë osmane. Në të njëjtën kohë, ai organizoi mbrojtjen në disa linja, duke vendosur forcat në pozicione kyçe si në Slivov dhe Shtime. Betejat që pasuan ishin ndër më të ashprat e asaj kohe. Shqiptarët luftuan me heroizëm të jashtëzakonshëm, duke përdorur taktika të ndryshme për të kompensuar mungesën e armatimit modern. Ata u ndanë në grupet e vogla, kryen sulme të befasishme dhe në shumë raste u përleshën trup me trup me armikun. Në këto betejë u shqua dhe figura e Mitsokolit, i cili u hodh drejt topave të armikut duke u bërë simbol i sakrificës shqiptare. Megjithatë, pavarësisht trimërisë dhe aftësive të komandantëve si Vokshi, e përsia e madhe e ushtrisë osmane në numër dhe në armatim e bëri të pamundur mbajtjen e vijës së frontit për një kohë të gjatë. Pas disa ditësh luftimesh të ashpra, forcat e lidhjes u detyruan të tërhiqen. Por kjo tërheqje nuk ishte një dorëzim. Ishte një manovër strategjike për të ruajtur forcat dhe për të vazhduar luftën në një formë tjetër. Sulejman Vokshi e kuptoi se përballja frontale nuk mund të vazhdonte pafundësisht, prandaj ai kaloi në luftën e qetave, duke organizuar forcat në grupe të vogla që vepronin në terrenin malor. Kjo taktik i dha mundësi shqiptarëve të vazhdonin rezistencën edhe pas rënies së qendresave kryesore të lidhjes së Prizrenit. Malësia e Gjakovës u shndrrua në një bastion të qendresës, ku forcat shqiptare vazhduan të luftonin kundër garnizoneve osmane. Edhe pas shtypjes së lidhjes, Vokshi nuk u dorëzua. Në vitin 1885, ai organizoi një kryengritje tjetër në Kosovë, duke treguar se fryma e rezistencës nuk ishte shuar. Kjo këmbëngulje e tij e bëri atë një nga figurat më të rrezikshme në sytë e pushtetit osman. Fundi i veprimtarisë së tij nuk erdhi në fushën e betejës, por përmes pabesisë. Ai u kap dhe u dënua me vdekje nga një gjykatë ushtarake osmane. Megjithatë, për shkak të presionit të jashtëzakonshëm të popullit shqiptar dhe të lëvizjes kombëtare, dënimi ju kthye në burg dhe më pas ai u lirua. Sulejman Vokshi vdiq në vitin 1890 në Gjakov, por figura e tij mbeti e gjallë në kujtesën e popullit. Ai u përjetësua në këngët popullore dhe në historinë shqiptare si një nga komandantët më të mëdhenj të lidhjes së Prizrenit. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar, por një organizator, një strateg dhe një simbol i qendresës shqiptare.
Ai përfaqësonte atë brez burrash që nuk e pranuan fatin si diçka të shkruar, por u përpoqën ta ndryshonin atë me sakrificë dhe me luftë. Në jetën e Sulejman Vokshit shohim jo vetëm dramën e një individi, por edhe luftën e një kombi të tërë për të mbijetuar dhe për të ruajtur identitetin e tij. Ai ishte një nga ata njerëz që nuk jetojnë vetëm për veten, por për një ideal më të madh, për një të ardhme që shpesh nuk arrin ta shohin vetë. Sot, kur e kujtojmë këtë figurë të madhe, duhet të pyesim veten, a do të kishte qenë ndryshe historia shqiptare nëse lidhja e Prizrenit do të kishte pasur më shumë mbështetje dhe më pak përçarje? A do të kishin ndryshuar kufit dhe fati i shqiptarëve nëse figura si Sulejman Vokshi do të kishin pasur një bashkim më të madh rreth tyre? Shkruajeni mendimin tuaj në komente dhe na tregoni, a mendoni se Sulejman Vokshi është një nga figurat më të nënvlerësuara të historisë shqiptare? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.